Areka, e cila do të na bëjë një përshkrim të stafit mjekësor atje, sa ka raste ndoshta të parashitura gjatë sot, si po shkon puna në përgjithësi dhe në ditë të tilla si kjo e zgjedhjeve si punohet. Jelsa? Po, Vlona, ashtu të edhe si që ceket edhe ti, edhe stafi shëndetësor, anipse është ditë zgjedhje sot, këta janë të përkushtuar që qytetarët në ndonjë rast kanë nevojë për ndonjë ofrim mjekësor, këta janë gati për t'ju dhënë këtë ndihmë. Afër meje kam infermierin e lartë Muhamet Lushaj, jemi në qendrën, domethënë në urgjencë. Faleminderit shumë i nderuar për kohën. Ndërcoshtë, faleminderit juve. Fillimisht është ditë zgjedhje sot, janë zgjedhjet të parakohshme parlamentare. Pyetja e parë që e bëjmë është, a keni votuar ende? Me thonë drejtën, kam qenë i përkushtuar dhe që në mëngjes jemi zgjuar së bashku me familjen, sepse ne këtu në urgjencë fillojmë punën në ora 8 dhe në urgjencë do të më konë shumë i përpikt dhe kemi votuar me njerë pas orës 7 me familje. Kemi filluar në punën si zakonisht në urgjencë. Qysh ka shku dita sot, a keni pasur ndonjë rast që mund me cek? Me të drejtën, ekipa është e mobilizuar, si çdo herë janë mjekët në premier. Dhe që dita sotit, unë normalisht si ditëve tjera, me sa e dim dhe kemi njëri dhe jemi këtu në punë, nuk ka pas ndonjë diçka të veçantë që mund të teksu që ka arë prej vendvotimeve. Kisha bo një apel, mund kom përket, mirë po kisha bo një apel që qytetarë ta shprehin e vullnetin për mesit votës, dalin të votojnë edhe të kemi një qeveri, të kemi një parlament sa më parë, sepse Kosova meriton të jemi më mirë. Faleminderit shumë i nderuar për kohën. Blerona, ka që nga kjo lidhje direkte, nëse nuk keni ndonjë pyetje, e kaloj linjen tek ju në studio. Faleminderit Jelsa. Nuk kemi për momentin diçka, do të presim për një linjë tjetër me juve kur të kemi diçka të re. Faleminderit shumë. E kthehemi në studio me Gurakuqin dhe Avniun. Folëm me Gurakuqin për çështjen e programeve dhe se sa qytetarët para se të vi dita e zgjedhjeve ulen, i analizojnë, ndoshta në segmente të caktuara, për shembull në fushën e artit, në këtë rast për ju. Ju personalisht si e keni praktikën? Preferoni më shumë t'i dëgjoni ata kur janë në prononcimet e tyre publike, apo dhe t'ua lexoni programet? T'jem shumë i sinqert për flasë për mu, unë pajtona me atë që tha Gurakuqi, ndoshta është supozim, por besoj që shumë pak e njerëzve i lexojnë të gjitha programet, po sa më takon mu, unë edhe debatet nuk është që i ndjek shumë, ose që i kam ndjek. Unë jam marrë për këto 4-5 vitet e fundit, mos them edhe ma herët, po jam marrë kam analizuar në fushën e kulturës, çka ka pas ndryshim, kam qenë ndryshimet, ku kanë ngez çështjet, dhe kam ardhur një ide që të shoh se kush, apo cili subjekt, ose kush janë ata të cilët do të mund të vazhdojnë këtë zhvillimin, ta themi, të ndryshimeve pozitive, apo edhe t'i përmisojnë ato gjëra të cilat kanë ngel pa u përmisuar gjatë qeverisë së kaluar. Për shembull, nëse flasim për Ministrinë e Kulturës, ka elemente të cilat kanë qenë shumë mirë të realizuar, për Ministria ka shpërndar buxhetin për shumë projekte në cilat edhe kam punuar edhe vetë edhe në promovimin e trashëgimisë kulturore, por edhe ata kanë dhënë shumë projekte në atë pikpamje, është rrit buxheti i filmit, që është shumë me interes, pavarësisht tash unë po flas, unë nuk jam përfituesi asnjëherë për 24 vite në Kosovë, pavarësisht si producent kam realizuar shumë filma edhe me fondin e filmit Maqedonisë, po s'kam përfituar në Kosovë, prej se është kriju qendra kinematografike asnjëherë, dhe këtu s'po flas për interesa
personale, po flas për idenë e fuqizimit financiar të qendrës kinematografike dhe mënyrës se si është planifikuar të shpërndahet buxheti, pavarësisht që aty ka shumë keq, për mendimin tim, ka shumë gjëra që nuk shkojnë. E mira është që është rrit buxheti, e mira është që janë fut elementet ta themi në qendrën kinematografike janë fut elementet. Po rëndësishmë është që i përcjell sektorit tonë dhe ajo është përcaktuese për të... Ajo është për mendimin tim është ajo dhe janë edhe disa elemente tjera në të cilat... Asa që janë të përgjithshme. Që janë ato të përgjithshme në të cilat ne unë jam adhurues, pavarësisht që thash më herët që zgjedhjet edhe kur nuk ka zgjidhje prodhojnë prapë zgjedhje, unë jam adhurues i asaj që thatë më herët që të kemi zgjedhje dhe për një mandat të plot, të mos merremi më me zgjedhje dhe me fushata, po të shohim zbatimin e programeve për cilat janë zëtuar ata që kanë fituar, domethënë. Po sepse është e lodhshme vazhdimisht, në anën tjetër edhe ju si televizion jeni të ngarkuar pastaj vetëm me zgjedhjet dhe po ngelim pjesë tona të programeve të mundshme. Ma kemi marrë dorën 4 herë në vit, do të lidhemi me kolegën tonë Pranvera Krasniqi, e cila na lajmërohet nga Prishtina për disa të reja. Pranvera, na dëgjon? Përshëndetje, Pranvera. Pjo dëgjoj shumë mirë edhe pse atmosfera këtu në qendrën e Prishtinës është mjaft festive dhe mezi arrita t'ju dëgjoj sepse ka shumë atmosferë si në qendër, si në për rrugë. Tash ka shumë kolona gjata e njëri prej krijuesve të kolonave është edhe ky zotriu që e kam pranë këtu. Është një mërgjimtar i cili ka ardhur prej Gjermanisë, edhe për ma shumë veç po ja kaloj fjalën. Pse ke ardhur ti sot këtu? I am live? Direkt jemi. Veç mund është me vazhdu edhe me tregu a votove sot që shkalove. Qka të prunin fund vit? A veç festat e fund vitit këtu në Kosovë, apo? Ja, edhe festat e fund vitit, për çdo vit vinë Kosovë në Prishtinë, edhe votova si tonë qytetarët, obligimin e kreva, le të fiton maj miri. Qysh shkoj procesi, apo të naj vështirësia, qysh të do ka pat naj fardallimi prej herave të kalume kur ke votu? Pat ma shumë votus se herave tjera. Mirë ke procesi, ke gjdo gjo, ke në regull. Ashtu... Du me pytë ti vecen ke ardhë për Gjermanisë. Qysh po duket atmosfera këtë herë këtu në Prishtinë? Apo duket shumë ma festive se që ka qenë ma herët? Po të shoh që ke dalë me plot familjar nëse mundët kamermani Selimi dhe mi fokusu? Ke dalë me plot familjar, a keni dalë njëkohësisht edhe me votu, po edhe me shiu pak këtë ditë, themi kështu festive, pse jo, mos me pas zëmendjen krejt veç të zgjedhjet, po edhe me pas atë sharmin e mirë. Mas pore kena votu, e kemi kryer obligimin, edhe kemi dalë me festue fund vitin me gjithë familjes. Keni dalë me votu dhe tash me festu, po qysh je të kalu, që sa det ke ardhë në Kosovë? Kemi ardhë që një dhe dit, jem të kalu shumë mirë, atmosfera që të në herë, si në Prishtinë. Se dhe është plani jo tash në vazhdim si dhe sa dit keme në qëndru këto dhe qa kim plan me bo tash e tutje? Jëm te me ka 3-4 do të kthemi apet në Gjermani, do të jarisëm punës. Të regon pak cili është mesazhi jot për gjithë ata mërgjimtarë cilët kanë një farë mundësie që dhe në këto minutat, këto orë sa na kanë bet me dalë me votu. Çfarë rëndësie ka vota aty në këto në vendin tonë dhe a ju bën thirrje që secili me dalë me votu se faktikisht po vendosim se kush do të na udhëheqë edhe për 4 vite të ardhshme. I bëj thirrje gjithë mërgjimtarëve që le të dalin të kryejnë obligimin ashtu siç i ka hije popullit shqiptar, le të kryejnë obligimin, le të dalin, le të festojnë, le të kthehen në vendet veta si gjithë populli shqiptar.